mungesa e shtyllës kurrizore, doktori, dëmën t'jesh butak, që i bje t'jesh butak pa shtyllë kurrizore fare, dëmën i bën këta njerëz që të orientohen shumë kollaj dhe shumë shpejt me çfarë do lloj situate. Dakor, për ka një arsye tjetër politike. Çaj thu mbështetësve tu? Ta them unë, Çaj thu mbështetësve tu? Çaj thu atyre që nuk e duan qeverinë? Çaj thu atyre që kanë votuar për qeverinë po thonë, shiko, duam një alternativë. Nga doktori, te drejtuesit politik, te drejtuesit e rretheve, të bashkive, të grup seksione quhen, janë të gjithë një strukturë e madhe humbësish. Kupton? Janë të gjithë humbës. A ti thuj emëruesi përbashkët është humbja? Patjetër, më këta o duhet ikin nga i pari te i fundit në krye të grup seksionit, ose duhet të rrinë të gjithë bashkë. Dhe këta po bëjnë gjën e duhur, po ta shohim në mënyrë pragmatike. Lëre moralin, lëre gjitha këto. Moralin, okej, jam dakord. Moralin pra, e. Tani këtu kemi të bëjmë me një, këtu kemi të bëjmë, më falë, këtu do ja... Po pra numë të lëre moralin, se është politika, atër mund bëjmë gjithë shka. Gjithë shka, atër lejohet gjithë shka. E nëse bëjmë gjithë shka, atër kjo është gjungël. Të duket handikap kjo që ka ndodhër, mos i ke sefte ti? Jo, unë po them që s'duhet. Po nuk duhet ta po ta pranojmë në këtë studio, që lëre moralin, se është politikë, që tu marrën debati. Po, në këtu nuk mund ta pranojmë. Nuk duhet godit dhe gaza ashtuare, po të fortët thonë regullat i bëjmë ne, zbatojnë ju, po ne mund t'i shkelim. Tani është raport forcash. Jo, po thjesht ka marrë si shembull. Nga rregullat e një loje, nga rregullat e një loje në një lojës politike brenda një vendi tu Zotri nderuar, ai burri aty mbrapa shpinës tënde që i kanë shkuar mbrapa dhe ata që i thoni babit Zenit që ke vrarë në Gërdec, ju ka treguar të gjithëve, dhe më vjen keq për ju të tre këtu, edhe për Sokoli, po Sokoli është shumë i hershëm. Ka reflektuar herët. Ai e ka qartë dhe gjithë demokratët e kanë qartë. Ajo është partia e kishte thënë dhe Sokoli, e atij individi. Dhe unë them që ai grup njerëzish që kanë atë frymë dhe janë rritur ashtu, kanë nevojë për çoban mos Sokoli. Vetëm ka një gjë. Ajo parti ka qenë gjithmonë e Zotit Berisha. Ka qenë nga 91-shi, 92-shi. 91-shi s'ka qenë në Zotit Berisha, as 92-shi. Prit pra, 93-shi, 94, Nuk e ka dominu në atë mas Berisha Partinë Demokratike. Merë 94 më burë. Po se s'ka vepru asnjëherë Berisha. E ka dominu gjithmonë. Problemi është Ipsen që ajo që shikoj unë, është që ajo fryma e brendshme rebeluse brenda Partisë Demokratike, që ka qenë gjithmonë në këto 35 vjet. Ka qenë gjithmonë nga 91-shi këtej. Nuk ekziston më. Nuk ekziston më. Dhe normalisht, me arritjen e moshës biologjike, me afrimin e brezave të ri që janë edukuar jashtë, që janë shkolluar jashtë, me bursat shtrenjta e tjera, ata janë dhe mëzi njerë, që ka janë shkolluar jashtë, janë dhe mëzi. Po pse janë mëzi, këtë se kuptojmë. Po nuk ta mëson demokracinë në shkolla, më burë, demokracinë e mëson që ka tre komponent. Ke familjen e para, ke shoqërinë, ke edhe shkollën. Po mi azem, okej. Ti lexon libra kujton se mëson demokracinë. Është në lëkurë demokracia. Demokracia do të thotë edhe mos kjo është familje, siç e bëu zoti Bardhi. S'ka lidhje kjo. Puna është s'ka lidhje. Ato të rinjt pa pas një ditë jetë politike siç ka miku aty, miku tjetër dhe ky tjetri, dhe ky ka 20 vjet ky. Le bën kot. Po pra 20 vjet jetë politike, po vjen atë. Okej. Pra ata të rinjt kanë ardhur nga ku kanë mbaruar shkollën dhe janë graduar, më zotri. Janë graduar nga familja për dalë në televizor, në poste politike, më se të thash. Në rregull janë dhe ata. Që janë të tri më burë, se s'fimi të i pa që janë gradu dhe... Nuk i njefti, do emra tani brejnë si e kanë atë emrin atje si. Po le më burë ato s'din që... Ato janë ca njërës, marëm pësa ju, ato flasin për konservatorizmin, s'din që është konservatorizmin themel. Të diun tani, të je jashtë vlatë e brënda. Jo, unë jashtë rri, jashtë s'du të fliqem aty brenda, të zotri. Flishti, dakor, dhe hajde anko këtu të Sokoli. Po anko edhe, Sokoli e Ani ju e kuptoni që apo them nuk e kam mas me atës. O Flogert, disht flasë si njeri i lirë, së tu është më rëndësishme se t'jem diku sekretar organizativa një përfaqësues i rëndësishëm në atë parti. Për mu është turp, dhe unë se kam pranu këtë për turp, nuk është qeshtë... Ti e di që unë këtë nuk e kam me ty. Me di më e di, po ta them këshu. Po s'kesh kuptomi. Tu ka i histori që është e vjetër në këtë muhabet që edhe ai që ishte dhe Luli. Edhe ai po ndërton të ato të vetët, i merë të Kunati, kush e tha? E tha dhe Kronika, e the dhe ti. Ik nga Kunati, e tha Ipsen, ik nga Kunati përfundon te djali. Unë them është më mirë te djali.
Më originale. Sigurisht. Po, Rezar, se... Kanë një emrus përbashkët që të dy me feqë. Emrusi është problemi mënyrës se si ndërtojnë figurat apo personalitetet politike brenda PD-s. Deri para vitit 2013, kishe njerëzit që militonin po do bënin një lloj karriere politike. E krijonin personalitetin brenda partisë. Bënin nga vetëm. Brenda partisë. Bënin nga vetëm. Nga vetëm. Jo detyrimisht e krijonin në publik, po të paktën kishin krijuar një personalitet brenda antarësisë partisë. Kishin një vlerë brenda antarësisë partisë. Po edhe mësonin në burr në atjetën politike. Po bënin nga vetëm, bënin zbor. Nifeshe me njerëz në organizimin me shumë komponent politikës. Mbas 2013 kjo gjë filloi të deformohej. Filloi të deformohej që para 2013 me atashimin e drejtorëve brenda strukturave të partisë. Do të fillon të merrin vlerën, nuk e merrte më fakti që ti ishe antar i strukturës partisë dhe kishe milituar, po e merrte fakti isha apo si ishe drejtor. Dhe pesha politike i vishej administratës. Ky ishte hallka e parë që u çmontua. Pastaj filloi dhe çmontimi i personalitetet të partisë. Valën e parë bëri Lulzim Basha në 2017 me përjashtimin dhe emërimin e një pjesë të caktuar njerëzve dhe kjo ka vazhduar. Dhe problemi është që ti nuk mund të presësh individualitet apo personalitet politik nga njerëz që e kanë gjithçka të dhuruar. Jo, s'është kështu situatë. Pse? Pse ta them këtë? Po të marr dy shembuj. Që janë dy nga njerëzit më të votuar të zgjedhjeve të 11 majit. Kjo për te gardeve politike, që është Jorita Tabaku, zonja Tabaku e cila e fitoi mandatin, dhe Ali Mehmeti, i cili nuk... Një sekond. Jo, po të pres të mbarosh me fjalë, se kam përgjigjen gati. Ma mbajnë dhëmbët. Dakor. Po të t'i themi faktet siç janë. Se nuk detyroi njeri të votonte qoftë zonjën Tabaku, qoftë Ali Mehmeti. Të dy ishin nga njerëzit më të votuar të 11 majit, njëri fitoi mandatin, tjetri jo. Ta rregullojmë të faktin? Sot një ta mbarojmë. Jo, faktin s'kesim ma rregullojmë. Jo, ta rregulloj të faktin. Komentin rregullojmë. Jo, ka ky fakti. Dy personat që janë më të votuarit në Tiranë dhe në qark dhe në rang republike për te gardeve politike, sot i ketë rreshtuar pas Sali Berishës. Këtë ma shpjegoj pak. Okej. Jo, ai me Saljanin ky. E para, Ai ka dalë ka bëri gara ka mbaruar. Një xhiro ke kafja. Deri në Durrës, pastaj iku. Okej. Jo, më keni seriozisht apo? Po jo, seriozisht kam deri në Durrës, pastaj mbar iku, pastaj. Problemi është nuk është e sheh vetëm te syri. Nuk është tamam kështu si është Tronti. Morën vota, morën nga 20.000 vota, po janë votat Sali Berishës zotëri dashur. Si janë Sali Berishës, më janë PD-s, janë Tirana, votat janë Tirana. Sali Berishës nuk janë në burë mos je vi. Po janë votat partisë që drejton Sali Berisha. Nxirre Jorita Tabaku, ata shkojnë për inercisë, është i vetë një grupim i madh politik. Dakor. Edhe që ajo ishte në listë. Një sekond. Ti po argumenton shumë mirë këtë. Berisha nuk do ta kishte futur fare në listë. Ku ishte ajo zonja sot? Në shtëpi. Që do të thotë nga kush e ka mandatin? Nga PD-ja. Nga Sali Berisha o zotëri dashur. Por e mori jashtë gardit të sigurt. Absolutisht, më shumë dakord. Por nesër, prap Sali Berisha mund të mos ta vendos fare nga brenda gardit. Po mirë, çfarë do të thënë kjo? Ide. Po ky më është problemi. Jo, shiko. Ti ta ndajmë konceptin. Partitë politike janë familje politike. Sigurisht që Jorita Tabaku, Ali Mehmeti i përkasin asaj familje politike. Absolutisht dakord me ty. Kështu që, domethënë, ata nuk sfiduan Partinë Demokratike, por ama rregullin e sfiduan. është familje politike, se familje politike ka rregull, ajo është tipik familje. Okej, dakord. Por ideja është, brenda rregullit të familjar, ata e sfiduan rregullin. Dhe votuesit e Partisë Demokratike dhanë një mesazh, paktën ne kështu e kemi interpretuar, që dhanë një mesazh për listat e mbyllura, për listat preferenciale,